Ish minatorët që kanë punuar dekada në nën tokën e Bulqizës vijojnë të jenë të pakënaqur me trajtimin që ju bëhet pas daljes në pension. Muharrem Rama, Avni Krasniqi dhe Suri Gjura janë tre ish minatorë të cilët kanë punuar në galeritë e Kromit në Bulqizë dhe janë përballur me çdo sfidë të nën tokës. Ata thonë se pensioni që marrin nuk ju mjafton për të mbuluar shpenzimet, pasi vuajnë nga një sër sëmundjesh dhe marrin shumë ilaçe. Ata deklarojnë se po të mos ishte emigrimi i fëmijëve, nuk do të mund të përballonin jetesën. Pension, tani e kupto, po shmimet janë shtrenjtë, janë shumë shtrenjtë shmimet. Por që zotit madh, kum quna tani ka Italia, e mimen, po diabete, tensione, herë viskale. Kam punu minjer 22 vjetë me turni, në atë kohë. Ma tepër se gjimë se pensione shkoj lasë, ma tepër, qarë. Unë jam me një gjallë që ja i punon minjer, një fjallën e i bashkem kretë ato dhe nuk e njej fort atë krizën, për i thonë. Shtetu se 100 herë në kam premtu të dip kratë, asë njën nëse ka thonë. Kur bjerë në pëzi, thonë, po, sa të vim dhe hapin e kritikën ato që janë për shtetë. Kur vinë vetë harrën, nuk ka hapin. Që një kosi unë tako, kalon shumë gratë veja, shumë djemë fëmijë jetima. E në atë kundën këtë trajtore në kush. 23 vjetë ke mjera, e 5 vjetë marrëdhënesh, në krasë marrëdhëneshit, bën 27 vjetë. Nuk përballim ilaçe, nuk përballim kosën e jetesës, kështu që na ndihmojnë refugjat nga jashtë, na bën në ndihmë se na jemi pa mbrojtur. Statusi minatorit mbetet një nga premtimet e përmbajtura të çdo qeverie. Ish minatorët thonë se statusi do t'ju jepte dinjitet dhe të ardhura që do të mund të përballonin jetën. Të shetë kujtoj e gjinofën e për ne minatorët e Bulqizës. Se për të Bulqizë, janë gjithë ata minjerë. Pa për minjera, pra këtë kush ka punu minjerë, fiks. Them se dhe në apes statusin me shpresa. Orë kemi gërguar, kemi shku në Tiranë, orë kemi njëtë në përjashtë Tiranë. Në ka përru qaj Erjon Velia në njërë badanijën atë kohë. 3 ditë, 4 ditë, 5 ditë. E në ngrefë përrije. Kurse dhatë se hapin moto. Statusin e minatorit e kemi gërku vit pas viti, premtojnë, marrin votat dhe hikin nuk praqitin fare. Me lekte minatorëve dhe sindikatëve, ato bëjnë jetë luksoze. Një problem ish minatorët e kanë edhe me sindikata që sipas tyre nuk po e ngrinë zërin për statusin e minatorit apo për mirësimin e kushteve të punës, aktualisht në galeritë e Kromit në zonën e Bulqizës. Po i blenë ata qeveritarët me lekën e së bëzojnë më për një 5-6 vjetë. Kush nuk bëzojnë? Ato partë e sindikatës. Kë sindikata na nuk kemi besim, askon. Sa herë kemi dështu me sindikatat. Na kemi qenë grevurie, ku bo grevurie orti, si shenë. I kam përgatish komplet, sindikatët janë të partive politike. I mbyshin, i shtypin, kur ka nej hall, një problem për vota, na njoftën, e ne të rregullim, të rregullim, as i gjanë nuk kam bërë dhe tani. Jam praktikisht komplet, nuk ka sindikata Shqipëria kërkun, as minatorët, as naftarët, as arsimtarët, as mjekësia. Nuk kemi gjetë mbështetje asnjëherë.